Goditje të një pasnjëshme ndaj palishmërive në qark vijojnë kontrollit intensive për kapjen e personave në kërkim dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Kapet një 39 vjeçar i dënuar me 4 vite burg për kultivim të bimëve narkotike. Parandalohet në kohë një ngjarje kriminale mes të miturve. Procedojnë penalisht 2 adoleshentë për kanosje dhe mbajtje të sendeve të rrezikshme. Nga shërbimet e stacionit të policisë Selenis dhe ato të komisariatit të policisë Vlorë, u bë mundur kapja dhe ndalimi i shtetasi në kërkim. Shtetasi me iniciale AN, 39 vjeç, banues në fshatin Mazhar, njësia administrative Sevaster, i cili është shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë e ka dënuar me 4 vite burgim për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike, kryer në bashkëpunim. Në një tjetër rast, fare reagimit të menjëshëm të shërbimeve të komisariatit të policisë Vlorë, u parandalua një përshkallëzim i dhunës mes të miturve, ku 2 adoleshentë 15 dhe 17 vjeç kanë kanosur për motive të dobta një të mitur tjetër 11 vjeçar. Gjatë kontrollit të zonës që frekuentonin të miturit, u gjet një mjet prerëstik dhe shkopinj druri, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet për të dyja rastet u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme. Policia e Vlorës mbetet e angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë publike dhe fton qytetarët të bashkëpunojnë, duke denoncuar çdo palishmëri në numrin falas 112.